Për intervistën e sonme do të bisedojmë për komunën e Haraqinës. 6 muaj pasi administrata e re e mori funksionimin e saj, kam në studio Daud Beqirin, kryetari i komunës së Haraqinës. Mirë se erdhën në Alsat. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Paralajmërova që do të flasim për atë se si e gjetë komunën, dhe dua të di se si u gjet komuna e Haraqinës dhe në çfarë statuti ndodhet tash, 6 muaj pasi ju e keni marrë administrimin e saj. Pas marrjes së mandatit, do me thonë komunën e gjetëm në një situatë jo të mirë. Do me thonë kemi trashëguar shumë borxhe ku personalisht unë jam i befasuar nga gjitha i borxh duke ditur se sa kemi kapacitet ne si komunë rurale, borxhi i komunës është dikon mbi 2 milion euro dhe kemi hasur në 21 përmbarues aktiv që janë. 21 procedura për përmbarim. Po. Kujt i referohen ato procedura për përmbarim dhe në çfarë situata? Ato janë borxhe të trashëguara, do me thonë, jo vetëm nga udhëheqësia e mëparshme, po borxhe të trashëguara ndër vite, do me thonë. Janë borxhe ndaj më së tepër është borxhe ndaj kompanisë e VN-s, ka borxhe ndaj kompanive private më herët që janë bërë disa realizime të projekteve dhe nuk i kanë paguar. Si paraqitet situata me punësimet, ka pas disa informacione në opinion se ka pasur persona të cilët kanë marrë rrogë nga komuna e Haraqinës, nuk po e potencojmë vetëm mandatin e fundit, por edhe mandatin paraprak. Ka pas persona që kanë qenë të punësuar me kontrata, por nuk janë paraqitur në punë. Po, e shqetësuese ishte edhe puna me punëtorët, me punonjësit në komunën e Haraqinës, ku e dim se punonjës në komunën e Haraqinës bashkë me ndërmarrjen janë mbi 40 dhe ajo më shqetësuesja ishte që vetëm 3 punonjës janë me vendime pune, duke ditur se komuna e Haraqinës ekziston që nga viti 1996, ku shumica prej tyre ishin me kontratë në vepër. Mirë po ka pasur, siç e potencuat edhe ju, edhe prej atyre që nuk kanë ardhur në punë, mirë po ne kemi vendosur rregulla të reja dhe kemi vendosur një parim që nuk ka pagë pa punë. Në disa denoncime që ka pranuar televizioni Alsat, është thënë që veturat zyrtare të komunës kishte përdoren mbas edhe për arsye private nga disa të punësuar. A keni hasur në situata të tilla dhe a e keni ndalu këtë fenomen? Për më herët po, prej se kena morë në mandatin, do me thonë, kemi vendosur rregullat tona dhe ato vetura, do me thonë, zyrtare, do të përdoren nga administratorët e komunës vetëm për nevoja zyrtare, me zero keq përdorimi. Ishte një situatë tjetër në Haraqin, mbyllja e deponisë mes Haraqinës dhe fshatit Nikushtak, që është lidhja me komunën e Likovës, dhe kishte një marrëveshje parimore që deponia në praninë të varrezave të dëshmorëve në Haraqin të jetë deponia ku do të mbarojnë edhe mbeturinat e komunës së Likovës. A keni zgjidhur këtë situatë në komunën e Likovës dhe pastaj dua t'ju pyes se si paraqitet situata me deponitë aktuale në komunën tuaj? Po, siç e potencuat edhe ju, do me thonë, pasi e morëm mandatin, vetë se kishte pasur një marrëveshje paraprake nga udhëheqësia e kaluar me komunën e Likovës, ku ishte gjatë fushatës zgjedhore, ku u mbyll në tërësi deponia në fshatin Nikushtak dhe ato kishin arritur një marrëveshje që derisa të gjejnë një lokacion në territor të komunës së Likovës, ato mbeturinat e hedhin në komunë të Haraqinës. Dhe kjo ka qenë njëra ndër problemet më të mëdha tona dhe kena punuar vazhdimisht në këtë drejtim. Bile disa ditë më parë kemi publikuar edhe në rrjetet sociale se kishim një takim zyrtar me kryetarin e komunës së Likovës, zotrin Erkan Arifin, ku arritëm një marrëveshje që të ndërpritet më hedhja mbeturinave në komunën e Haraqinës dhe ai na tha se e ka gjetur një lokacion dikon përmbi fshatin Likovë dhe atje do i hudhe. Dhe deponia është një problem kyç në komunën e Haraqinës që 30 vite më parë. Mirë po, në afërsitë të deponisë për momentin jemi duke punuar një stacion për selektimin e mbeturinave. Dhe ky projekt është në realizim me sipër dhe pritet për 1 muaj deri në 2 muaj ta vëmë në funksion, ku do i selektojmë mbeturinat aty dhe mendoj se ajo do jetë një zgjidhje më afatgjate ku do t'i menaxhojmë më mirë mbeturinat. A keni marrë mbështetjen e qeverisë dhe të Ministrisë për Ambient Jetësor për këtë projekt? Po, projekti është i fituar nga IPA fondit, do të thonë nga Bashkimi Evropian dhe një pjesë kofinancim kemi edhe nga ana e komunës. Ishin këto probleme që i keni trashëguar, po atë që duan ta dinë qytetarët dhe që i pyeta disa se çfarë do të kishte pyet kryetarin e Haraqinës, ishte se deri ku është çështja me stadiumin e Shkëndijës së Haraqinës. Kërkojnë ta dinë qytetarët se a do të kenë stadiumin për klubin e tyre dhe për të cilën e llogarisin si krenarie vetë komunës.
Po, do të kenë patjetër stadiumin e Haraçinës, se unë vjen vetë nga udhëheqësia e Shkëndijës dhe e di se çështja e stadiumit është një projekt jetik për banorët e Haraçinës dhe e di se qytetarët e Haraçinës me nxi presin që klubin e tyre të zemrës KF Shkëndija Haraçin t'i ndjekin ndeshjet në vendin e tyre në Haraçin. Ne përse mura mandatin jemi angazhuar për këtë projekt dhe nuk ka pasur as projekt për ndërtimin e stadiumit dhe i kemi angazhuar me njëherë inxhinier që ta bëjnë projektin dhe këtë projektin e stadiumit e kemi ndarë në 2 faza. Faza e parë do jetë terreni sportiv që do t'i plotëson të gjitha standardet e FFM-s dhe UEFA-s me dimensione me të gjitha kushtet dhe faza e dytë do jetë tribuna dhe zhveshtorja. Duke ditur se tash jemi në ligën e dytë dhe jemi pretendent për në ligë të parë, fusha duhet t'i plotësoj këto kushte që të zhvillohen ndeshje. Domethënë të jetë terreni sportiv që i plotëson kushtet e FFM-s, njëra tribinë dhe zhveshtorja. Dhe shumë shpejt do filloj me realizimin e këtij projekti. A ka një afat se kur pritet të përfundojë? Nëse pritet shumë shpejt filloj, deri kur pritet të përfundojnë në bazë të asaj që e keni planifikuar jo, dhe a mund të përfundojë gjatë mandatit tuaj? Po, gjatë mandatit me siguri do përfundon. Faza e parë e projektit është, do me thonë, në fund, në proces. Dhe përsi të përfundoje projekti, ne do aplikojmë me njëherë me atë projekt dhe së shpejti presim që ta bëjmë edhe shpalljen e projektit ku e dim na se si shkon procedura, bëhet shpallja, bëhet tenderimi, derisa të merr kompania që do realizoje, do shkojnë disa muaj, por atë kemi në fokus dhe kemi prioritet. Në programin tuaj lexoj se keni pasur prioritet rikonstruim rrugësh, kanalizim atmosferik, asfaltimi rrugëve dhe uji për pije, që është shumë i rëndësishëm për komunën e Haraçinës. Deri ku këto projekte? Po, përse kena marrë mandatin, do me thonë jemi fokusuar në gjërat bazike, do me thonë kena punuar për ujësjellësin e Haraçinës dhe duke ditur se është një rrjet ujësjellësit i stërvjetruar, kena sanuar disa defekte të ndryshme. Mirë po, ende nuk është rregulluar çështja e ujit të pishëm në Haraçinë. Ne kemi angazhuar edhe inxhinier profesional dhe kemi kërkuar që të kemi edhe në Haraçinë burime tona të ujit edhe në fshatin Mujanc vetë se kemi gjetur disa burime edhe për atë jemi duke punuar një projekt që shumë shpejt do filloj me punë konkrete se uji pishëm është prioritet mbi prioritetet për neve që ku ishte edhe njëri ndër zotimet e para edhe gjatë fushatës. Sa i përket rrugëve, rikonstruimin e rrugëve dhe kanalizimeve, paralelisht vetë se jena duke punuar dhe rruga 14 që ishte e rekonstruar dhe e përëruar para një muaj dikon, ku ishte asfaltuar mbi 1 kilometër, mbi 500 meter trotuar dhe para se të bëhet asfaltimi, e kemi bërë edhe infrastrukturën e plot nën toksore, ku është realizuar projekti i kanalizimit atmosferik dhe fekal. Për momentin kemi filluar rrugën 11 dhe atë kemi filluar njëherë ta bëjmë kanalizimin atmosferik sa aty fekal ka dhe pastaj do bëhet asfaltimi i rrugëve. Kjo është domethënë prioriteti tonë se çka të punohet me standard, domethënë njëherë të realizohen kanalizimi atmosferik dhe fekal, pastaj të asfaltohen që të kemi projekte më afatgjate, më të qëndrueshme. Njëkohësisht vetë se është duke u asfaltuar edhe është duke u punuar rikonstruimi i rrugës 1 në fshatin Grushin, rrugës 1 dhe 2 në fshatin Orllancë. Disa ankesa kanë ardhur nga qytetarët për mos funksionimin e linjave të transportit publik dhe për gjendjen në të cilën ndodhet ambulanca në Haraçinë. Këto 2 projekte janë shumë jetike për banorët e Haraçinës. Një komunë e cila është ngjitur me qytetin e Shkupit, nuk ka transport të rregulluar shumë mirë publik dhe ambulancën e ka në gjendje se si e ka dhe nuk mund të ofron shërbimet optimale për qytetarët. Cili është plani dhe projekti juaj për këto 2 gjëra? Po, njëri ndër problemet këtë shkaqen edhe zotimi joni gjatë fushatës se e dim se çfarë nevoja kanë pas qytetarët e Haraçinës dhe në stacionet e autobusave kanë prit me orë të tëra linjën 55. Ne me marrjen e mandatit jemi fokusuar edhe në këtë çështje dhe kena bën kërkesë ndaj transportit publik, kemi shkruar shkresë dhe qytetit të Shkupit, mirë po këtë problemin e linjave të autobusit e kena rregulluar dhe prej me 4 prill edhe në Haraçinë linja autobusit 55 funksionon dhe ka linjë të rregull çdo 25 minuta. Sa i përket ambulantës në Haraçinë, e kena rekonstruar 100%, do me thonë në bashkëpunim me Kallinin e Mirësisë dhe shoqatën Islamik Relief. Ajo që më intereson mua është
nëse keni mbështetje të qeverisë dhe të Ministrisë së Shëndetësisë për ambulancën? A ju kanë ofruar mbështetje për këtë? Po, na kanë ofruar mbështetje, bile ne kërkesa jonë ka qenë që ambulanta në Haraçin të funksionojë 24/7. Mirë po duke e ditur gjendjen aktuale se mungon kadër të mjekëve dhe në qytetin e Shkupit e jo në Haraçin, e kena lënë që ta prolongojmë këtë për më tutje. Kena problem të objekti i ambulantës, kena problem me çatin dhe kena kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë mbështetje dhe ato e presin se projektin e kena në përfundim e sipër, si të aplikojmë na kanë garantuar që do e rregullojnë çatin. Dhe sa i përket ambulantës, së shpejti presim që se për momentin vetëm ka ambulante e përgjithshme, presim që të aktivizojmë të kemi edhe ginekolog, se duke ditur se para vitit 2000 në Haraçin ka pas ginekolog, tash vitit 2026 nuk ka. Presim të kemi ginekolog, sektorin e ginekologjisë, pediatrisë, laboratorisë. Në rreshtet e fundit, ekipi televizionit të Alsat ishte në Grushin. Ati kishte përmbytje për shkak se shtrati i lumit ka shkatruar pronat e banorëve të Grushinës. A keni vizituar dhe a keni biseduar me banorët? Dhe cili është plani i komunës së Haraçinës për të rregulluar shtratin e lumit në Grushin, që në çdo rreshje krijon problem dhe kokëdhënie për banorët? Po, vetë se e kena të fituar projektin për rregullimin e shtratit e lumit Grushin dhe vetëm është duke u punuar. Faza e parë, situacioni i parë vetëm se ka përfunduar aty dhe ka filluar faza e dytë. Do me thonë, brenda 5-6 muajve presim që të përmbyllet komplet realizimi i këtij projekti. Dhe një kohësisht e kemi fituar edhe një projekt tjetër ku jemi te mjedisi edhe një rregullimin e lumit të fshatit Orllonc që ka një vlerë afërsisht 30 milion denar ose 500.000 euro dhe vetëm se shpallën e kemi hapur në si komunë dhe presim shumë shpejt cila kompani të merrte të fillojmë të realizojmë edhe atë projekt. Kryefjala e fushatës juaj, zoti Dauti, ishte sheshi në Haraçin, që nuk e shohim akoma, dhe parku. Deri ku janë këto dy projekte? Sa i përket parkut të Haraçinës, vetë se kemi filluar të punojmë. Është një hapësirë në dalje të komunës së Haraçinës, ku ka qenë një hapësirë e pashfrytzuar dhe ne atë hapësirë publike të pashfrytzuar jemi duke transformuar në një park modern të Haraçinës, ku aty do kemi fitness të jashtëm, kënd të lojrave, stadiume për fëmijë, shtigje për kompsor, shtigje për bicikleta, se edhe Haraçina, komuna Haraçinës meriton të ketë një park të dalin fëmijët, të dalin nxënësit, të dalin familjet për rekreacion, për ajër të pastër dhe jena duke tentuar që ta kemi një Haraçin të gjelbër, një Haraçin të shëndetshme. Ndërkohë për sheshin? Ndërkohë për sheshin, edhe sheshi e kemi pasur si pik gjatë fushatës zotim tonin. Me marrjen e mandatit vetëm për sheshin e kemi angazhuar në inxhinierët tanë dhe projekti sheshit është i përfunduar. Ka pasur një shpallje të byroja për zhvillim rajonal dhe vetëm se ne kena aplikuar me atë shesh ku presim përgjigje së shpejti që me kofinancim nga ana e komunës do të realizojmë edhe atë premtim. Ku është projekti për çerdhet e reja dhe investimet në për shkollat fillore? Po, në shkollat fillore vetëm se kena filluar të bëjmë ndriçimin, pastrimin, të investojmë në shkolla. Sa për çerdhe e dim se çerdha e Haraçinës është e re dhe është, do me thonë, e lëshuar në përdorim një vit më parë. Mirë po nga Ministria e Arsimit kena fituar një shkresë ku ato kanë kërkuar që në të ardhëm koncepti të jetë që mësimi të zhvillohet në një ndrim. Dhe sipas statistikave që ne i kemi për të zhvillohet në një ndrim shkollat fillore, na duhet edhe dikon 35 klasë të kemi. Ku ne e kemi një hapësirë publike që e kemi dedikuar për shkollë, e kemi projektin final detajum për shkollë dhe me atë projekt e kemi edhe vlerën e projektit, së shpejti do të aplikojmë, ku kena morë mbështetje edhe nga pushteti ekzekutiv që do të na realizojnë atë projekt. Dua pak t'ju pyes për largimin e komunës së Haraçinës nga gjendja e krizës, apo nga rajoni i krizës, dhe investimet e reja që mund t'i sjellë komuna në kuadër të teritorit të Haraçinës. Sa jeni duke punuar në këtë drejtim? A keni mbështetjen e qeverisë? A keni mbështetjen e të kuvendit?
Po, mbështetjen e qeverisë, mbështetjen e pushtetit ekzekutiv e kena të plot. Dhe siç e potencuat edhe ju, si komunë e Haraçinës, më herët je pozitën gjeografike e kemi, do me thonë, 8-9 kilometra larg kryeqendrës, 9 kilometra larg aeroportit, 4-5 kilometra larg koridorit 8 dhe 10. E dim se çfarë pozite gjeografike kemi dhe është shekulli 21, mos të flasim më vetëm për projektet kanalizimin dhe tujsjelësit. Kemi një grup profesionisht ku jemi duke bërë disa plane që së shpejti ato edhe do i publikojmë, kena ndarë disa hapësira ku do kemi zonë industriale, e dim nëse kufizohemi me komunën e Lindenit. Dhe komuna e Lindenit kohën e fundit është komuna më e zhvilluar në rajon se ka zona ekonomike. Pse mos të kemi edhe në zona ekonomike? Për atë kemi ide inovative të bëjmë zona ekonomike ku e dim që ne si komunë do përfitojmë nga tatimet e atyre investitorëve dhe do mbushet arka e komunës. Njëkohësisht e dim se kemi si Komuna e Haraçinës shumë pronë shtetërore, jemi duke bërë edhe plane të ndryshme për të prodhuar energji elektrike me sistemin e fotovoltaikëve me panele diellore. Së shpejti është punë e kryer kjo, së shpejti do kemi edhe një zyrë bankare në hapësirat e komunës. Vetëm se e kena arritur marrëveshjen që të kemi një bankë në Haraqinë dhe me ardhjen e bankës në Haraqinë do e hiqet edhe kjo etiketa region krize si Haraqinë, ku kjo do jetë një hap shumë pozitiv për zhvillimin ekonomik, që do kemi mundësi shumë më lehtë që të thithim investitorë. Haraçina ka disa nxënës të shkollave të mesme, disa studentë të cilët kanë treguar shumë potencial nëpër garat rajonale dhe gara dhe më të gjëra. A ka komuna një plan për të financuar ato dhe për të mbështetur me bursa? Po, vetëm se kena filluar me mbështetur me bursa që nga shkolla fillore, nxënësit e shkollave fillore, dhe kjo ka qenë edhe zotim i unë edhe gjatë fushatës, se ato nxënës që do jenë shembullor dhe ato student që do jenë shembullor dhe nuk kanë mundësi, ne si komunë do i mbulojmë harxhimet e tyre deri në fund. Faleminderit për kontuaj analizat. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Ishte Daud Beqiri, kryetari i Komunës së Haraçinës. Vetëm pas sigles ne vazhdojmë me informacionet e tjera, qëndroni me ne.